Bedri Hamza e ka shpallur kandidaturën për kryetar të PDK-s, lajmin ai e ka bërë të ditur në rrjetet sociale. Të dashur qytetar, të nderuar antarë dhe përkrahas të PDK-s, sot me përgjegjësi dhe besim në të ardhmen e partisë sonë, e shpalli kandidaturën time për kryetar të PDK-s. Unë besoj se PDK-ja ka forcë për të unifikuar, reformuar dhe rikthyer si partia kryesore në vend. Nga lufta për liri deri te shtetëndërtimi, demokratizimi dhe integrimi, PDK-ja ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e Kosovës. Me mirënjohje të thellë për themeluesit tanë Hashim Thaçi, Kadri Veseli e Jakub Krasniqin, të cilët uroj të jenë së shpejti mes nesh, unë angazhohem për një PDK që ruan vlerat dhe krijon rrugë për gjeneratat e reja. Falënderime veçantë edhe për dy miqtë e mi, Enver Hoxhain dhe Memli Krasniqin, për udhëheqjen e tyre me dinjitet në kohë sfidash. Tani është koha për një PDK të bashkuar që lufton për drejtësi, zhvillim dhe një Kosovë europiane. PDK është familja jonë dhe së bashku do të hapim kapitullin e ri të fitoreve. Ju falenderoj të gjithëve për besimin, bashkëpunimin dhe mbështetjen, ka shkruar Bedri Hamza në këtë konfirmim në Facebook. Nga akuzat për korrupsion deri te thyerjet duke përdorur emra poshtërues për një popull të tërë, parullat me të cilat protestuesit në rrugët e Serbisë tash një vit po kërkojnë përgjegjësit nga pushteti për shembjen e çatis në Novi Sad, shoqërohen edhe me brohoritje shoviniste. Të drejtuar ndaj presidentit Aleksandar Vučić, ato në fakt e fyejnë popullin shqiptar me të njëjtin term që përdor edhe vetë pushteti në përplasje me udhëheqësit kosovar dhe kritikët e tij brenda Serbisë. Dje zhgënjim kur dëgjoj thirrje fyese nga të dy anët. Ai zhgënjim bëhet edhe më i madh kur nuk ka asnjë distancim nga gjuha e tillë, thot për shërbimin e Ballkanit të Radio Europa e Lirë, sociologu nga Presheva Altin Boriçi. Në këtë qytet në jug të Serbisë jeton shumica shqiptare, me rreth 60.000 banor. Shqiptarët përbëjnë pakicën e 4 kombëtare në vend. Ata nuk ekzistojnë asnjë program apo fjalim publik, nuk janë pjesë e itinerareve të Serbisë studentore apo të rrugëve të pajtimit, por përmenden vetëm me thirrje poshtëruese, thot Përelin, shkrimtari Dejan Atanaskovski. Çfarë bro rasin protestuesit? Nga duart tuaja janë me gjak te parullat studentore, pompo dhe kush nuk kërcen, është i qeverisë, deri tek ato, Ako Hajduti dhe shqiptar. Drejtuar presidentit të Serbisë, studentët të cilët që nga aksidenti në Novi Sad udhëheqin protestat e mëdha kundër qeverisë, nuk janë përgjigjur pyetjeve të Relit për thirrjet që fyejnë kombe dhe pakica, ashtu si edhe për çështjen e Kosovës, ata nuk kanë qëndrim të unifikuar. Unë personalisht broras vetëm për temat që lidhen me kërkesat tona, dhe ajo kryesorja tani është shpallë në zgjedhje, nuk më pëlqen parulla, ako shqiptar, sepse fyen pakicat, më mirë të brohoritet diçka më konstruktive, thot Përelin. Milani, student i Fakultetit të Biologjisë në Beograd. Nga ana tjetër, Ivani, student në Fakultetin e Shkencave Politike, thot se nuk ka problem me mesazhet të drejtuara presidentit. Është metaforë sepse ai e ka shqitur Kosovën. Nuk është thyrje për popullin shqiptar sepse ata vetë quajnë veten shqiptar, me gjuhën e tyre, thot ai. Megjithatë, ndonë se shqiptarët e quajnë veten shqiptar, termi shqiptar në gjuhën serbe është thyes dhe përçon mesazh negativ. Përmes kësaj parulle thyese, disa protestues shprehin qëndrimin e tyre ndaj Kosovës dhe qytetarëve të saj. Unë bro ras e ke tradhtuar Kosovën dhe Metohin, dhe sigurisht ako shqiptar, sepse Vučić bashkëpunon me ta dhe shihet se është më i keq se kryeministri në detyr i Kosovës Albin Kurti, thot Përelin Jovani nga Beogradi. Milica e pranon se e kupton që këto thirrje mund të nxisin urrëtitje ndaj komunitetit shqiptar, por shpresoj që nuk është kështu sepse është drejtuar vetëm Vučićit, i cili hiqet si mbrojtës i madh i serbëve, ndërkohë që po shet gjithçka që është serbe. Dragan nga Beogradi mendon se thyrjet nuk kanë vend në protesta kundër pushtetit. Ka plot parulla të mençura dhe me humor. Këto nuk janë as pak të nevojshme, thot ndër të tjera ai.